Leoni, fillimisht i falenderoj gjithëve për kohën e kaluar në përcjelljen e këtij kuvendi të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit për punën e palotshme që bëni, siç e patë dhe ju edhe një herë, për ca të herë, hera dytë këtë vit, LDK-ja dëshmoi demokraci maksimale. Në këtë demokraci maksimale, delegatët e kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në mënyrë shumë demokratike dhanë drejtim jo vetëm për leadershipin e partisë, por edhe për orientimin vleror, programor të kësaj shtëpie të madhe politike. Jam i lumtur me rezultatin, jam falënderues për delegatët e mbështetës që kanë rikonfirmuar rezultatin e janarit, siç dhanë dhe jam mirënjohës edhe për delegatët e tjerë që ndajnë mendime ndryshe në këtë drejtim, por që gjithë bashkarisht jemi zotuar që punojmë bashkë, bashkohemi rreth misionit tonë të përbashkët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç ju thash, siç kam thënë, ky kuvend ka qenë i panevojshëm, i padobishëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse na ka mbajtur pa asnjë arsye temë tash e sa muaj. Dhe në gjithë këtë periudhë kemi lënduar mbështetësit tanë, të cilëve i shprehem me plot mbështetje, simpati e keqardhje që politikat partijake shpesh i dëshpërojnë, por rezultati tanishëm është konfirmim i asaj për çfarë qëndrojmë, por megjithatë është detyrim i bashkimit të LDK-s, rreth parë, reformës së LDK-s në drejtësisht, e megjithatë edhe dhënies përfundimisht të kontributit tonë partijak në stabilitetin institucional të Republikës Kosovës. Ne duhet të harrojmë asnjëherë që ne ekzistojmë për qytetarët e Kosovës, jo për betejat e brendshme partijake. Karrikat e të përkohshme vijnë e shkojnë, por LDK ka mision shumë të madh që Republikës Kosovës t'i japë stabilitet. Në këtë drejtim, LDK-ja pas një pushimi të shkurt, me ato edhe një deklaratë, të cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt, dhe morri një vendim. Deklarata ka të bëjë me gjendjen politike në Kosovë, me të cilën delegatët e këtij kuvendi me votë shumicë mbështetën përpjekjen tonë për të siguruar stabilitetin institucional në Kosovë dhe për të provuar për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme të katërta me radhë në partinë e gjysmë. Kjo është vullneti politik i delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë deklaratë, këta delegatë kërkuan edhe nga deputetët e LDK-s, nga kryesia e LDK-s, nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, meqenëse ky kuvend është institucioni më i lartë i partisë, të respektojnë në plotësi këtë orientim partijak dhe të implementojnë këto vendime deri në masën përfundimtare të tyre. Po ashtu morën vendim që në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s të kooptojnë si anëtar me drejt plot të gjithë deputetët e zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilëve ju uroj mirëseardhje në këtë Këshill të Përgjithshëm dhe më pas në vendimarrjet që vijnë më pas. Edhe një herë do të zotohem me do të përpiqem të bashkoj sa më shumë LDK-n, por pa bërë kompromise mbi vlerat tona, mbi ato që besojmë, dhe duke shmangur çfarëdo tendence edhe të përçarjes së LDK-s, edhe krijimit të krizave të paqena. Ky është vullneti i antarësisë, ky është vullneti i LDK-s, i ftoj gjithë që ta respektojnë e të kontribuojnë edhe atëherë kur spajtohen me këtë vendim, por është vendim i shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç kam thënë që herë, kur ka garë të brendshme, LDK ka gjithmonë fest, sot s'mbijem si fest, kemi nisur proces të rrëzimit, të shkarkimit, e konsideroj si pikën më pak krenuese të LDK-s në historinë e saj profesionale, por jam shumë falënderues që antarësia jonë arriti të nxjerrë LDK-n faqebar edhe një herë, por përkundër gjithë angazhimit, makinerisë madhe të kësaj fushate panevojshme për LDK-n, delegatët tonë, antarësia jonë vendosi me votë parë, mirë dhe qartë.